Prej sonte, Shkupi nis një regjim të ri për pastërtinë e qytetit. Hedhja e mbeturinave pas orës 22 deri në orën 6 të mëngjesit ndalohet. Shkelja do të kushtoj qytetarëve 50 euro, ndërsa personat juridik do të paguajnë gjoba nga 1.300 deri në 1.800 euro, varësisht prej llojit të mbeturinave. Qyteti mobilizon 40 inspektor të qytetit të Shkupit, 11 inspektor komunal dhe 10 mbikëqyrës të rendit komunal, të cilët do të patrullojnë rrugët dhe rrugicat e Shkupit, ndërsa siç njoftojnë nga qyteti, ata do të jenë në terren edhe pas mesnate. Shkelje do të konstatohen në vendin e ngjarjes, ndërsa nëse në një vend të caktuar do gjenden mbeturina me përmasa më të mëdha, që janë të llojit të ndryshëm nga mbeturinat e zakonshme të ambisrive, do të bëhet kontroll më i detajuar te subjektet juridike. Qytetarët e mirëpresin këtë vendim. Sipas tyre, kur vjen puna te pastërtia, nuk duhet të ketë kompromis. Po, mundet. Dënimi mundet mu pagu, ajo orë, mbas 10-ve do të më qysa gjubrat, mos me pat gjubrat në licave. Ta e që e fuk gjubrat do të me pajut me henë në vend, me pajutën. Dënimin, a? Qaja, po, dënimi. Në vend do të me pajutën. Se mendoni kështu? Mendoni se më u tepruan? Do me kanën të mist. Vendin do me kanën të mist. Uspешно odluka odlično. Mislim дека ова ќе влијае на намалување на фрлање на ѓубре. Треба народот се казни, пред се треба совест да има кај граѓаните кај нас. Mira mu dënu pse e ka rrinë gjujnë bërloge. Ajo është diçka nuk e di se pa kulturë, pa mira mu dënu, normal, pa veni ku me gjujt ata. Nga ndërmarrja publike higjiena komunale thonë se masa para se gjithash është e drejtuar ndaj subjekteve juridike, që siç thonë më së shumti merren me hedhjen e mbeturinave në mënyrë të papërshtatshme dhe në orët e vona. Ndërkohë kryetari i ri i qytetit të Shkupit Orce Gjeorgjievski emëroi sot ushtruesit e ri të detyrës drejtor në ndërmarrjet publike, higjiena komunale, ujësjellsi dhe kanalizimi, rrugët dhe rrugica dhe ndërmarrjen e qarkullimit publik Shkup. Boris Nastov, ish drejtori rrugëve dhe rrugicave nga koha e ish kryetare Sarsovska, përsëri është emëruar në këtë funksion. Pas ndarjes së rrugëve me Sarsovskës dhe VMRO DPMNes, Nastov pati dhënë dorëheqje. Në krye të ujësjellësit dhe kanalizimit është emëruar Ivan Mitrovski. Në higjienën komunale është emëruar Dragi Mitkovski, ndërsa me ndërmarrjen e qarkullimit publik do të udhëheq Sasho Ilievski.